Faleminderit nga kjo bisedë, e cila në fakt besoj është shumë e rëndësishme në këto ditë të nxehta. Ndalemi tek një ngjarje e rëndë, e cila na trondit të gjithëve në orët e fundit, aksidenti që ndodhi në autostradën Tiranë-Berat. Një automjet, ishte një minibus i cili në fakt u aksidentua për shkak se humbi drejtimin e tij, shoferi i cili më pas ndroi edhe jetën nga ky aksident. Do ndalemi në disa detaje të tjera në lidhje me këtë aksident, i cili në fakt pati edhe pasagjer të lënduar, një person, një fëmijë u mendua në fakt që ndroi jetë, por fatmirësisht ai arriti të mbajë nën kontroll nga ekipi mjekësor dhe nuk dihet ende se si është gjendja aktualisht. Kemi Esido Barkan, i cili do na bashkohet në komunikim sërish për të na treguar, sepse ndodhet pikërisht tek spitali dhe besoj ka marrë të dhëna, apo jo Esido? Po, përshëndetje sërish Brikena dhe Flori. Në fakt, mjekët shprehen se vijojnë të jetë në gjendje klinike sa i takon të lënduarit që mbritën ditën e djeshme nga aksidenti i rënd, një aksident i tmerrshëm në fakt në hyrje të qytetit të Tiranës, tu përplas dhe doli nga rruga një mini autobus me mbushur me pasagjerë. 12 prej tyre mbetën të plagosur, të faktin deri në këtë momente mjekët shprehen se 7 prej 12 të plagosurve që mbritën në spitalin e traumës vijon të jenë në gjendje kritike për jetën. Në mesin e tyre 2 janë fëmijë të mitur, përkatësisht të moshave 14 dhe 9 vjeç. Pikërisht fëmijët duken se kanë një, le të themi, vështirësi sa i takon në gjendje më të rënduar shëndetësore, por dhe 5 të tjerë të cilët kanë ardhur në fakt të pavetëdijshëm në spital, pra të papërmendur, dhe menjëherë janë nënshtruar ndërhyrjeve kirurgjikale për shkak të politraumave që kanë pësuar të pasoj e përplasjes të fortë të aksidentit. Në fakt ka qenë, le të themi, goditja më e fortë që autobusi ka marrë, ka qenë pikërisht profilet metalike trafikndarke, të cilët për shkak të shpejtësisë dhe përplasjes, profilet metalike janë futur tepër në autobus. Pjesën më të madhe të dëmtimeve kanë marrë pasagjerët të cilët ishin ulur pas shoferit, pra në anën e majtë të tyre, pikërisht ku ka qenë dhe goditja dhe përplasja më e fortë. Megjithatë, mjekët kanë bërë të pamundurën sa i takon gjendjes shëndetësore të lënduarve, 5 të tjerë në fakt nga 12 totali, për 5 të tjerë kanë pasur lëndime sipërfaqësore në gjendje jashtë rrezikut për jetën. Megjithatë, betejë poshtë mjekëve vijon për 7 të plagosurit e tjerë, në mesin e tyre janë 2 të mitur. Sa i takon ndihmës së parë, ka qenë policia rrugore e cila ka dhënë ndihmën e parë në vendngjarje, në fakt ka qenë disa patrudha në afërsi të aksidentit ku ka ndodhur pikërisht dhe aksidenti i rënd në hyrje të qytetit të Tiranës, të cilët kanë dhënë menjëherë ndihmën e parë, ka qenë 10 efektivet e policisë të cilët kanë transportuar të miturin 9 vjeçar në një spital privat në afërsi të zonës ku ka ndodhur dhe ngjarja e rënd për aksidenti i tmerrshëm. Në fakt ashtu siç raportua fillimisht nga policia, pati një kakofoni në fakt për shkak të fëmijë i mitur 9 vjeçar mbriti pa shenja jete në spitalin privat, por ka qenë ndihma e parë që kanë dhënë pikërisht mjekët e spitalit privat duke rikthyer në jetë dhe më pas është transportuar menjëherë po në gjendje të rëndë në spitalin e traumës. Pritet në fakt që pas orës 9, pas vizitave dhe konsultave, mjekët e japin dhe një informacion më të detajuar sa i takon gjendjes shëndetësore. Por nuk dihet ende nëse janë jashtë rrezikut për jetën e Sido apo jo? Ato ndodhen në gjendje të stabilizuar, megjithatë janë në rrezik për jetën, nuk ka kaluar, le të themi, orët e rrezikut të tyre, për jetën e vinim për të parë më të qartë, le të themi, një pasqyrë më të qartë të gjendjes të tyre shëndetësore. Fatmirësisht bilanci nuk u thellua me më shumë viktima, humbi jetën fatkeqësisht vetëm drejtuesi i mini autobusit, 36 vjeçar, i cili dyshohet paraprakisht, por ende pa konfirmuar nga mjekësia ligjore se ka humbur jetën si pasojë e një ataku kardiak. Megjithatë, policia është duke verifikuar dhe pamjet filmike, të paktën burime është bëjë me dije se autobusi nuk ka qenë mbi normat e lejuara të shpejtësisë në momentin që ka ndodhur ngjarja, dyshohet që në momentin që shoferi pa 36 vjeçari të ketë pësuar atak kardiak, ka mbati ketë ngelur e takuar për të gazi, duke i dhënë të autobusit dhe vijuar duke dalë lancoret e saj, fatkeqësisht duke u përfshirë në trafik në një përplasje të fortë në barrierat ndarëse të autostradës, ku pikërisht barrierat kanë bërë dhe tejkalimin për shpimin të autobusit tejpërtej. Sido, a dim gjë informacione ndoshta paraprake për sa i përket kushteve teknike të mjetit të transportit në këtë rast të autobusit? Apo ende nuk janë bërë me dije nga policia? Janë duke u verifikuar të gjitha nga policia, megjithatë nuk bëhen e ditur për shkak të hetimeve, vijojnë hetimet se i takon zbardhjes të plotë të shkaqeve të aksidentit. Të paktën nga ajo që raportohet nga policia bëhet e ditur që autobusi nuk ka qenë mbi normat e shpejtësisë, është një aksident i cili fatkeqësisht nuk mund të parandalohej nga
instancat, qoftë edhe nga policia rrugore, e cila ka qenë pak metra poshtë vendit aksidentit. Fatmirësisht me njëherë kanë bërritur forcat e policisë ku i kanë dhënë ndihmën e parë pikërisht të lënduarve dhe ka qenë vetë efektive të policisë të cilat kanë transportuar të miturin në spitalin privat për shkak të qenies së tij të rënë vjetësore, i mbriti pas shenja jetën në spitalin privat, por më pas me ndihmën e mjekëve bën mrekulli që ju kthyen në jetë dhe më pas u transportuar sërish në gjendje të rënë në spitalin e traumës. Është keqardhje e madhe në fakt për këtë aksident të rënd që ndodhi, jo vetëm për faktin që një 36 vjeçar humbi jetën, po edhe për personat e tjerë cilët ende janë në rrezik. 7 persona konkretisht, të paktën në momentet e para u tha e sido që ishin në gjendje më kritike, disa prej tyre edhe ju nënshtruan operacioneve, apo jo, cilat kanë qenë le të themi ato problematikat më të mëdha që patën dhe që ju drejtuan operacionit? Në fakt ditën e djeshme Brekena për shkak të situatës kaotike që u shkaktua, por kuptohet një aksident i frikshëm i përmasave të tilla, janë raste të rralla që ndodhin në vendin tonë, megjithatë pati një kakofoni pra një ngatrim le të themi të dhënave për shkak të faktit që i mituri 9 vjeçar mbriti pas shenja jete në spitalin privat dhe u raportuar si viktimë, pra fillimisht u raportuan për 2 ose 4 viktima, por me pas zyrtarisht mjekët, por dhe policia reagoi duke thënë që kemi të bëjmë vetëm me humbjen e jetës të drejtuesit të mjetit, ndërkohë 12 pasagjerë të autobusit e minibuzit, pra i cili vinte nga qyteti Beratit në drejtim të Tiranës, u transportuan me urgjencë në spitalin e traumës. Nga 12 të lënduarit, pra të plagosurit, 5 prej tyre pasin vetëm dëmtime sipërfaqësore, pra jo dëmtime të rënda, 7 prej tyre në fakt janë në gjendje të rëndë shëndetësore, nga 7 të lënduarit pra në gjendje të rëndë 2 janë të mitur, 14 vjeçari dhe 9 vjeçari i cili u transportua fillimisht në spitalin privat. 5 prej tyre të moshave 30 deri në 35 vjeç, të paktën sipas mjekëve, janë nënshtruar menjëherë ndërhyrjeve kirurgjikale për shkak të traumave të shumta që mjekët i quajnë pra politrauma në pjesë të ndryshme të trupit, jo vetëm në pjesën e kokës, por edhe në organet jetësore për shkak të përplasjes së fortë dhe të shtimit të autobusit të përcjell nga barierat metalike, kuptohet që kanë pasur dëmtime të rënda serioze për jetën, ndodhen në rrezik ende nuk e kanë kaluar pa rrezikun për jetën, ndaj mjekët le të themi i kanë të rezervuar sa i takon informacionet për shkak të orës në vijim më të rëndësishme për shëndetin. Ka qenë fat i madh që mjeti transportues nuk ka qenë me kapacitet të plot, pra nuk flasim për kapacitetin e plot të udhëtarëve që mund të mbante ky mjet. Megjithatë, pavarësisht se jetët e njerëzve janë gjitha të barabarta dhe kanë po aq rëndësi secila prej tyre, ditën e djeshme ne kemi parë që ka pasur edhe shtetas të huaj në këtë autobus. Çfarë mund të themi më tepër? Sa kanë qenë ata dhe ku ka qenë destinacioni i tyre? Destinacionet e tyre të paktën disa prej turistëve që ndodhen në autobusin, madje 2 prej tyre kanë mbetur të plagosur dhe ndodhen në spitalin e traumës, pra në mesin e personave të plagosur janë 2 shtetas të huaj, disa prej tyre po udhtonin nga qyteti i Beratit drejt Tiranës, madje patën edhe një dëshmi të një shtetes amerikane, e cila fatkeqësisht nuk ishte presuar dëmtime të shumta dhe ndodhen edhe ngjarje ku dha një intervistë për mediat duke shpjeguar dhe momentet e para të tmerrit sipas asaj që përjetuan pasagerët nga aksidenti tragjik, megjithatë së bashku të gjithë personat e lënduar, së bashku dhe ato të huaj po marrin ndihmën mjekësore, sa i takon politraumave dhe dëmtimeve që kanë pësuar. E qartë. Mirë, Sido, nuk e di nëse ka mbetur diçka tjetër për të theksuar para se të mbyllim komunikimin tonë të drejt për drejt. Megjithatë, pritet në orët në vijim, pra pas orës 9, që mjekët të bëjnë të konsultat e përgjithshme për të dhënë le të themi detaje sa i takon gjendjes shëndetësore të personave të cilët janë në gjendje më të rëndë për jetën. Le të shpresojmë dhe urojmë shërim sa më shpejt atyre të cilët kanë mbetur të lënduar nga ky aksident. Faleminderit, Esido. Faleminderit, Esido. Faleminderit juve. Shkojmë tani në një aftësi publicitare, rikthehemi vetëm pas pak me bisedën e fundit.